Jemi në vënd që? Jemi në vënd që e preferuar prap nga Ornela. Nuk e tim se... Po vetëm deshja më pëlqen, Ornela si pëlqen vënd që kryesisht. Për një temë fantastike, me një panel të jashtëzakonshëm si gjithmonë, do thoshi pse është tema fantastike. Se nis nga pëllëmba, ku dhe pëllëm, kështu, do me thënë pëllëm me... pëllëmbore. Dhe mbaron tek notat. Notat. Na duen më notat, o vla, që keri këto notat dhe për një not për bednami, dhe iq notat, o vla, iq notat, lëri notat. Bëj not, jo nota. Që ose slogan i ri, tani e thash për të parë. Edira Çepani, një mike ekstremiste dashur e studios Bardaziri, kthehet me buzëqeshjen e saj të jashtëzakonshme, me dijen e saj të jashtëzakonshme, me mirësinë që ka, që e përcjell gjithmonë, për një temë për të cilën ajo është investuar shumë, se është marrë me qindra trajnime vetëm për këtë gjë. E di që do ta kem sherin me ato sot. Albana Nexhipi, ajo është një gazetare jashtëzakonshme në kuptimin tim, sepse ajo nuk pushon se edhur syt në shoqëri, pra nuk i mban syt vetëm për vete, po i mban dhe për shoqërinë. Edhe prandaj është gazetare e mirëfillt, ka ardhur sot për të qenë qetë në studio, por kjo s'ka për të ndodhur kurrë. Rikthehet në studion tonë. Edmond Stojku, nuk e di pse më ka lidhur shumë dashuri. Ky ka ardhur këtë sezon sa për të gjitha sezonet që s'ka ardhur. Jem dakord Mondi? Ashtu është. Normal, sepse ti e di se çfarë është vend që jam më mirë nga të gjithë këto tjerët. Dhe rikthehet, pasi mungese jo dhe aq të gjatë, Nora Malaj, njëna jonset më të mira të arsimit, në gjykimin tim, po edhe për një shkak tjetër se Nora është shumë më tepër dashamirëse, ndoshta edhe se ç'duhet, është shumë më tepër dashamirëse me mësuesit, me arsimin, me nxënësit, ku diu nuk e di se e ka në natyrën e saj. Tani, ju e pa të gjitha të videon. Po. Po Jo, mos shkojmë deri ke video. Jo, po shkojmë te video, po shkojmë te reagimi i ministres. Ministra hoqi ato direkt në ajër. Kaq? Kaq ishte? E pat ato videon ju populli, ora, që rifte mësuesi ato nxënësi. Po e pat. Po se pat më mirë që se pat. Tani Pëllëmba. Po ama. Në fakt, reagimi ka qenë si në bast, si thaj, e pyetër njerë një mësues dhe i tha, po merte studentët në provim. Dhe studenti donte maksimumin e notës dhe i tha mësuesi, për çka po donë, se ishte nga Shkodra, ti tash meriton 10, po për çka po më thu, ti tash meriton 4. Që do të thotë, absolutisht veprimi juridik ose ligjërisht është okej i përnjëhershëm. Problemi është teoria strucit ku qëndron. Të fusim kokën dhe t'i presim kokën dhe trupin ta lëm jashtë, apo realisht ky është një problem, ky është një problem që kërkon një analizë sepse është bërë me një veprim, diagnoza janë në një mënyrë apo në një tjetër janë bërë pis, po thuaj se figura e mësuesve që nuk e meritojnë të gjithë të bëjmë pis, janë vënë në dilema situatat në të cilët ndodhet arsimi, janë vënë në dilema pasigurit e jetës dhe në fund të ditës themi, ore, qa kemi bërë deri tani të gjithë ne, duke filluar vetën dhe të gjithë ne. Una vrima në lujo. Jo, jemi kthyer mbrapsh. Po pse jemi kthyer mbrapsh? Po parimisht kemi dy element shumë të rëndësishëm, gjesti apo sistemi. Çka ndodhur në sistem që solli këtë gjest? Është gjest i veçuar apo është natyral, sepse ne dim një rast. Është shumë e rëndësishme, domethënë të marrim të nxjerrim konkluzionet, pse të bëjmë një analizë. Jo, absolutisht. Jo, kjo analizë nuk është bërë fare. Është marrë me njëherë vendimi, domethënë të varet. Jo, u var. E parësyshme. U var. Po pra, u var. U var, ja këput e kokën. Që do të thotë është komplet e parësyshme. Pse? Nëse vendimi merret pa bërë analizën e veprimit, atëherë ne dalim në gjyqet popullore, dalim në komunarët e Parisit. Problemi, ajo i ra në plëmb, ministre e hoqe, u zgjidh problemi. Ministre e goditi me plëmb atë, mësuesen? Si kur të kishte edhe 10 me njëherë dhe 100 me njëherë, vetëm problemi nuk zgjidhet. Unë i them faleminderit atij prindit që ka marrë guximin ta bëj kamerën e fshet, se nuk është e lehtë, duhet ta dini, ai ka lozur me jetën e fëmijës vet. Pse më? Po sepse ka pasur, atëherë Erion, duhet të bëhemi realist. Në për klasa me mësuesët të mirë dhe të këqinj, sepse janë bashkë, ca janë të mirë, ca janë të këqinj. Ne kemi fëmijët tanë. Qa mendimin da? Po tani e mirë fort nuk më duket, po çështje këndvështrimi unë do dalë dhe më vonë, Ornela, se për shembull shqiptarët
përgjithsisht e kanë që druri ka dalë nga xheneti, e kupton, dhe mund të jetë edhe e mira o zysha. E rref që të bëhet robe, e kupton? Jo, ne të dyja ndajmë të njëjtin mendim, po them masa ja futi një turime që ta bëj zap. Sepse e ka lexuar gabimin e fjalën ose shprehjen ka dalë nga xheneti. Në fakt do të thotë druri ka ikur nga e mira. Pra nuk është e mirë. Shqiptarët e kanë thënë tamam, druri i ka hikur të mirës. Druri nuk futet në xhenet, po futet në xhenem, në të keqe. Ndërkohë që masa në padijen e saj e ka lexuar si pozitive. Ndërkohë nga ana tjetër, po të shofësh gjithë kohën. I ka hikur të mirë. Po, pra. Për zotin asu se tia ta. Po. Jo, nuk e tia. Unë thosha se e përdoru këtë që druri është i mirë. Jo, pra jo, druri nuk është i mirë. Ka shkuar keqinja. Ka dal, i ka hikur të mirës. Është i tjetër interpretim, por Po ja, hapim dritare njerëzve. Është shumë e rëndësishme të kuptojmë që ai prindi që ka bërë atë video ka pas fëmijën aty. Dhe mësuesja e identifikon stafin mësimor, e identifikon edhe drejtuesit. Dhe në të voglën e tyre, le ta themi dhe ta pranojmë, arsimtarët janë dhe hakmarrës, sepse gjithsesi shqiptar janë ata, nuk është janë i radhë tjetër. Ata e kupton, i vuri një çik bojën e zezë shkollës. Themi atë që është. Po sepse tregoja aty që aty kërcet druri vënxhe. Gjë që parimisht neve flasim për të drejtat e fëmijëve, për drejtat e njeriut, neve pretendojmë. Me çfarë do bënda jo mësuesja e shkret kur ato nuk dëgjojnë fare mësimin, edhe nuk përgatiten, edhe nuk e kanë iden fare se ku janë. Mësuesja duhet t'japi mësim normal, siç ke bërë në universitet kur studentës të dëgjojnë. Unë si rato që janë më të mëdhenj se mua. Po edhe më të vegjël në kisha mundësi i qëndisja pak. Ka një çdo të bëj zysha në momentin që ai se dëgjon dhe s'mëson. Ai mbas ato gen kamoxhan nuk mëson. Po kur janë 40 që nuk mësojnë? Po si janë more, nuk mësojnë. Prandaj po them pra. Çdo problematika do analizë, nuk është kaq e thjeshtë. Nuk mëson dhe unë i rraf dhe e bërtas. Do të thënë, e kuptojnë që në shkollat shqipe, Ornela, kërcet fjala, ti e budalla kështu vënçe? Ti e budalla, po një fëmijë po i the ti e budalla, ti e këpute. Ja, the 3 herë, besoj dhe ai. Pa i beson dhe ashtu e trajton dhe klasa, pasi si budalla në klasë. Ashtu do ta kenë trajtuar dhe ato më përpara, se s'ka faja jo. Po çrëndsi kanë. Ashtu do e kanë trajtuar dhe ato më përpara. Tani Edira, unë isha sot në qytetin e Durrësit. Dhe në qytetin e Durrësit ishin shumë mësuese për këto këshillimet e karrierës dhe më thanë, ju lutem, trajtojeni këtë çështjen e arsimit. E kemi trajtuar, na iku goja mbrapa, po asgjë nuk po ndryshon. Ka një problematikë që është e arsimit që është shumë e gjërë se sa një rast i vetëm. Në këtë rast të vetëm, patjetër që minimumi që mund bëhet është shkarkimi nga detyra, pse ka edhe kjo është vepër penale. Ka çuar për vepër penale, ka çuar ministre. Jo vetëm ministre, po edhe prindrit edhe është vepër penale e dukshme, kështu që patjetër që dënimi do vazhdojë edhe përtej shkarkimit nga puna. Dhe fatkeqësisht ajo që ne shohim prej shumë raste të cilat nuk dalin në media. Sepse vërtet, kur u varen ata 3 personat në Fier, nuk ndodhi më vrasje. Ne duhet varim në mësues ne që të mos ketë më dhunë në për shkolla, që nxënësit të sillen mirë, që nxënësit të mësojmë. Çfarë duhet bëjmë se ne po e kapim nga bishti? Ta nisim nga fillimi një, të bjem dakord që dhuna nuk është një mënyrë edukimi e mirë. Nuk bjet asnjëri dakord me këtë. Absolutisht. Asnjëri nuk e miraton këtë që po duhet. Ky është abc-ja e kulturës. Ka mendim tjetër. Çfarë mendimi ke? Base dhuna në këtë mënyrë ekstreme, jo, po një disiplinim i mirë duhet aty. Disiplina. Tani se na i keni bërë të fëmijët, na i keni bërë sikur janë shëmëria me Krishtin dorë. Jo, janë dy gjëra të ndryshme. Po jo, pra se ju e keni bërë me këto. Mos ti preki, mos ti bëj, të mos i lëndatojmë ta, po, vllase, po hum thelbi të mësuarit, e kupton? Ti do doje të kapte njëri me shqiptar. Jo, nuk do doja të më kapte njëri, po na kanë kapur ne, na kanë kapur dhe nuk kemi ardhur keq. Shive më shive si çapullumbi që është, shive çaj ylli bukur që është. Shive. Po edhe ti po mori foto me kështu. Dale mori ti. Dale mori. Çfarë më bën mori? Po çfarë mori Erion? Hajde mori Erion. Po të hajde ik tani. Një orë se meriton. Ja, e ka zakon ora që do të ulem aty. Ky është modeli që neve i tregojmë mos ma ndajemi barabar 4-2. Hajde pusho aty tani. Hajde pusho Po bëjnë mua kështu. Hajde pusho tani. Nora, si ministre arsimi, do e kishe hequr nga puna atë? Unë jo. Heqe? Unë jo. Nuk do ta hiqa. Po pyeta Norën më. Atëre. Nëse do li aty,
si simbol i gjës që ndoshta s'duhet bërë. I dashur Erion, ndoshta tani kemi dy kode, kodin e ligjit edhe të moralit, janë dy gjëra brenda, sepse arsimi është shumë i ndjeshëm. Ka të bëjë me fillin e kuq të raportit njerëzor. Njerë duhet jemi në parim që nuk ka fëmijë budalla dhe të paaft. Me këtë jam dakord. Ka mësues që i aftësojnë ose mësues që i ndalojnë dhe i frenojnë në të gjithë qasjen e tyre. Para, e dyta, është në psikologji nuk thuhet brënda njeriut flej gjeniu. Po, kjo po, me këtë po. Nëse ti e brënda gjeni, atëre ti duhet ta mësosh me rregullat dhe t'japësh mundësi që ai ta hapi. Po mirë, po sikur ti je anti-rregull. E dyta, se dua t'i jap përgjigje Ornelës se ty të thash, ti do më detyrosh të dal jashtë edukatës. Ai është qëllimi. E dyta, do nxjerrë lirën jo ty njerë. E dyta që është shumë e rëndësishme pyetja që ju drejtuat, ka të bëj pikërisht me mënyrën se si duhet ta menaxhojmë rastin. Rasti nuk është sporadik. Po ta shohësh në ditë, ka ditë që mësuesja e ka sjellje të brëndshme. A ka probleme ndërpersonale, a ka probleme emocionale, a ka probleme moshe fiziologjike që do t'ja lëmondi ta thotë edhe si mjek për këtë gjë. Po të bëjnë check-up në zemër të Po për te kësaj, ai dëm duat, ai dëm viti, ai dëm rrugëve, po na e bëjnë me zorë. Ajo që unë dua. Ajo ka marrë përsipër një detyrë më i dashuri. Të shkojë atje në shkollë dhe të japë mësim. Po jam shumë dakord. Dhe të edhe shteti e ka marrë të detyrë. Po kur nuk jep mësim. Dhe atyre kalamajve që janë aty dhe të raportoj. Edhe fëmijët e kanë marrë të detyrë. Ky s'ka mësuar. Se ka marrë vetëm ajo. Bën eci, ky s'bën. E di si e trajtuam eksperjenca në Holland. Lejom do ta them dhe këtë dhe pastaj nuk të. Jo. Çfarë ndodh në Holland? Ai je mësues e klasës parë ti zemër dhe ti je shef të tërë. Dhe keni një start, jeni klasë e parë. Njëri ka një zhvillim më të mirë, tjetri ka një zhvillim më të ngadalë. Çfarë bën ai? I rigrupon klasat dhe thot, këta që më kanë vështirësi në lexim, unë do t'i nxjerr një klasë më vete. Dhe mësuesin që va aty në kokë e vë në mënyrë që këta... Edlira është 100% kundër kësaj. Më fal, jo, është 100%. Më fal, por në është diskrimimim total. Është diskriminim. Qysh, po ti do ta mbash të keqin me të mirin që të shofi rushin e të piqe do. Jo ta çosh rushin ti me kallamoçi. Ai mbas e ndihet keq. Si më mbas e ndihet? Se ai ri atje në fund të fat. E ka mirë ora? Etiketohet i met, etiketohet shpifësire ku diun çfarë i thotë ato plaçin turint. Dhe më mira i tjetë me të ngjashmit e vetë dhe mësusja të operoj me ritmin e tyre. Pra na dalin profesor, se kanë Edlira folet dira, o fol tani, o mos fol më. Tani shkollë me vagabondëve, po thua ti. Edlira është momenti jot ku ti je kundër kësaj. Po për te kësaj. Po holandez aty janë ata bash. Thotë është sistemi gjerman, në cilin ka disa nivele edhe shkollash ndryshme, vetëm klasash. Unë personalisht nuk jam dakord me këtë. Unë jam dakord me një sistem në cilin mirëqenia e fëmijës është qendra dhe pastaj vijnë gjithë gjërat e tjera që janë mirëqenia. Po këto janë mirëqenia e fëmijës. Jo të mësuarit, jo notat, jo çmendurit, jo vanafi, jo van leshi. Këto. Unë kam qenë në një shkollë fillore që nuk ka qenë në Shqipëri, ka qenë në Kub. Dhe në Kub, në shkollën time fillore, unë për aq vite sa isha aty, nuk kam parë asnjëherë të vetme, asnjë mësues që të ngrej zërin fëmijëve, e para, dhe e dyta, kam parë këtë ndjekjen e ritmit, se për shembull në klasën e 3 dhe të 4 i kam bërë bashkë. E pan deri në gjysmë klasës 3 që thanë, ky person ecën çik më shpejt. Po mi më Edlira, të lutem, se edhe Kuba komunizëm klasika, siç e kemi. Komunizmin është lidhja. Jo, më dëgjoj mua. Në kohë të xhaxhit na rrinim mësuesit ne? Jo, nuk ka lidhje pra me komunizmin. Mbaj mend favoritet unë kështu. Jo. Zysha frëngjishtes nga favoritet, e kupton, e mba mend se profesori matematikës, atje ku është në parajs, besimi i dashur, e qeni shkëlqyer, domethënë. Mashallah. Ka lidhje me kulturën. Edhe pse nuk pushoheshin nga puna ata, domethënë. Ka lidhje me kulturën se si ti i respekton apo jo fëmijët. Për mendimin tim, fëmija është individi ti mendon se po i respektoj më shumë fëmijët ne kështu në këtë sistem, po i respektoj më shumë. Duke i rrahur, jo, nuk po. Jo, po i respektoj më shumë kështu duke dëshkuar mësuesin. Po ne kemi çbër sistemin e mësuesit më fare. Nuk është fare figura mësuesit. Ornela, mësuesi nuk ka fare respekt kur po kur fëmia rre mësuesin. Jo. Ja këtu më thuaj ti mua. Po kur fëmia rre mësuesin. E rre mësuesin duke e sharre, duke e fyre, duke e bërë. Po kur fëmia e rre mësuesin. Dashur avokat. Po nuk ka rëndësi kush është rritur, rritur është sistemi.
Sistemi është i rritur. Të unë ka e parike, jo të përta. Kryeministri është shumë i rritur. Ata ku janë? Do bëjmë një rregull. Se për një të korruptuar atje Vietnami e mbajnë me zvarr, kurse një mësuese e marrin në zilet. Një do vendosim me leje. Jo, ajo s'duhet iki vetëm ajo. Me leje do vendosim një rregull loje. Ajo pse është e përgjeshme do që të bëjmë si mirë. Do vendosim një rregull loje se mos bini pre Erionit dhe nga çmimet që ju bën. Se po bijem si mësuesat me nxënësin. Jo, shiko tani. Jo, s'është kjo e vërtet. Jo, libri nuk e duan njerëzit se njerëzit që janë të ditur nuk bëjnë përpara në këtë vend, jo për atë arsye. Po jo, u ka dhunë nuk duhet. Jo, dhuna pse Japonia me dhunësh? Japonia me dhunë. Japonia, edhe Kina prap me dhunësh. Të jap një shembull që e dim gjithë, është shumë i thjeshtë. Ne kemi sistem publik dhe sistem privat arsimor. Në sistemin privat nuk ekziston asnjë lloj dhune mësuesi. Ekziston. Paktën ato shkolla që kanë pas fëmijë dhunë. Ekziston, kemi patur raste që ekziston dhe nuk e di. Atëherë unë jam i pa informuar. Unë them në sistemin privat për mua nuk ekziston dhuna dhe fëmijët e mi kursin në anku. Në 2000... Ndërsa në sistem publik është vërtet duhet këtë më tepër. Mondi ka një farë të drejtë, ka një farë të drejtë se ti paguan edhe i merr erzin aty. Po, patjetër, bëhet fjalë. Në sistemin që merremi kemi patur raste dhunës që janë denoncuar, po. Edhe në privat, ë? Në sistemin privat. Kulturë kjo, s'është çështje sistemi. Edhe në sistemin publik, nuk ka të bëj se nuk ekziston dhuna, ka dhunë të shfaqur dhe dhunë të drejtë për drejtë. Po. Nëse në sistemin publik ka më shumë nxënës dhe mundësia e përballjes së mësuesit shkon deri në nivele të ndryshme, në sistemin privat mësuesit garojnë, po nuk garojnë për thjesht për dijen. Në sistemin privat është të mbajmë vendin ton të punës, duke bërë ca kompromise dhe duke krijuar kompromise të cilat i çmësojnë fëmijët. Pra, ky problemi ka nxjerr problemet më të mëdha që ka sot arsimi. Kjo nuk diskutohet. Kjo pikërisht dhe ajo që mua më ka ardhur keq, isha shumë okej që ministra të merrte veprimin e parë, po mbas kësaj duhet të dëgjoja fjalën. Kush veprimi i dytë? Fjalia do ishte Këshilli Kombëtar i Arsimit parauniversitar do mblidhet në mbledhje urgjente që ekziston me ligj, marrin Reka Loga nuk e di. Po kush janë ose se kanë parë kur? Në ligj, kush do që të jetë mos i kanë parë kur të dalin një herë? Ore shiko, e zëm se është nën Tereza, Gandhi edhe ku di unë tjetër. Të gjithë për mua s'vjen asnjë qindar, e kupton këtë gjë? Dhe unë nuk kam turp ta them, sepse unë shikoj rezultatin final dhe rezultati final nuk më duhet fare si e ke kuzhinën. Shikoj pjatën. Pjata është për i bret. Mondi më thuaj që e ka gabim. Jo, po i rëndësishëm është rezultati. Rezultati tregon të cilët nuk kanë ndërgjegje, të cilët nuk kanë qytetari, të cilët nuk kanë dieni, të cilët janë gojkyçur, të cilët janë të shitur në shpirt, në trup, në çdo gjë. Për çaj duan ata? Kushdo që tjetë vëlla, edhe mamaja ime tjetë. Atëre, për të vazhduar promovuar punën në shkolla. Jo, nuk po promovoj. Ngrap mësuesët nga këto fjalë tuaja. Absolutisht. Përkundrazi, unë po promovoj... I biem thot që të bëhet i mençur. Kjo po e varron arsimin. Jo, nuk është kjo. Nuk është kjo. Por unë nuk e duroj dot që fëmijët nuk shkojnë në shkollë për të mësuar. Shkojnë në shkollë si kam përqendrimi. Jo, ajo që është kështu apo jo? Ashtu i bëhet shkolla pra. Ai duhet shkoj me qef në shkollë, nuk shkoj me frikë. Edhe me tmerrin se do ta mbysin nëse nuk mëson. Pyetja $1 milion. Si mësojnë fëmijët? Si mësojnë? Për mënç? E kuptojnë mësimin klas? Apo hynë e dalin e s'kuptojnë asgjë? Unë kam përgjithë duhet ta lë për në fund. Varet nga mësuesi dhe nga sistemi arsimor. Mënyra se si ti e bën që nga kurrikula se si e bën kurrikulën dhe nga mënyra se ta shpjegon mësuesi. Ne kemi shumë vetë në shkollë, nga një absolutisht edhe nga kapaciteti, por është mënyra se si ka një metodik që mësohet mësimi. Po ka tjetër që ka, si s'ka. Se metodika e tanishme është bërë sa teste, bëjnë një përmbledhje dhe e kanë mësu mësimin. Mësuesia është një fakultet i tërë. Normal që ka një metodik, nuk bën dot çdo njeri mësuesin. Se kjo është, mësuesi është një profesion shumë i vështirë. 80% e nxënësve shkojnë dhe mësojnë për mënç. Përmënç, nëse u kërkohet përmënç, e mësojnë përmënç. Në qofë se nuk u kërkohet përmënç, mose nuk, ajde le dali një mësuse që ja shpjegon metodikën si ta mësojnë mësimin. Ajo e shpjegon,
Kjo klasik ka qenë historikisht, e shpjegon, jep detyrat e shtëpisë. Në shkollën time edhe në Shqipëri, ku kam qenë në gjimnaz, është edhe shkolla ekziston edhe sot, ne nuk kemi patur shumë të tepër praktik se sa teori. Unë kam qenë në Degën Biznes, në shkollën e Rifuz, neve kemi pasur shumë më tepër, jo s'ka lidhje, se ka qenë edhe i me motër të Sami Frashi, ka pasur dhe mësusit shumë praktik. Ne kemi patur 2 ditë në javë, kemi patur praktik, ta mësoni biznesin duke ngritur biznes. Jepnin detyrat, vinte Zilja, hiknin. Pra, problemi... Gjysme e klasës e mësoni historinë për mënç. është çështje sistemi, pra. Është çështje sistemi, është dhe çështje metodikës e mësuesve. Të drejtë Ornella, apo e vret nota sistemin tonë arsimor nota. Duam notat të mira, notat e mira, fëmijë ekselent. Në shkëfyrje më e madhe për njerëzimin, se fjala fëmijë ekselent nuk ka. A mund ta bëjmë bisedën me radhë të lutem? Me radhë ke tipo, fëmijët ekselent dhe notat, janë kota apo jo? Para se të flasim ora. Hajde bëjmë gëzuar me lehtë njerëz. Në një bumerang gëzuar, në një bumerang sepse ka fëmijë që vërtet e marrin 10-ën më. Meritokraci po mëson me metodika jo për mënç. Ç'është kjo 10 dhe i ngulitet mësuesit, ç'është kjo 10? Kush e meriton? Ne që kemi qenë me gjitha 10-a, ç'a problemi kemi pasur? Jo, sot janë... Ja ta thot ora. Sot janë 3 probleme, që mendoj unë që janë shumë të mprerta. E para, fëmijët kur dalin nga shkolla, nga ora e mësimit, nuk arrin dot ta kenë përthithur gjithë programin. Dhe janë kurikula është ndërlikuar shumë. Ta themi, më na falon ora. Edhe kurikula dhe shpjegimi më në klasë. Dhe janë detyruar që të marrin dhe një mësues tjetër në shtëpi. Në historinë tonë, timet, mondit, gjithë ne nuk na kanë bërë prindrit, nuk na kanë dëgjuar. Ne 3 libra kishim o zemër. Jo, edhe ato kemi pasur dhe Albana, të lutem, i them vajzës, bëre gjuhë sot, e kuptove? Jo, ta shpjegoj Zysha. Në shpi, e kuptova. E dyta, është metodika, e dyta, problemi i dytë. Në edukimin arsimor, që familja kishte i rol të rëndësishëm, me orarin e studimit dhe orarin e gjumit, as njeri së shmarë. Unë them që jo. Gjithë ditën në punë as njeri së shmarë. Lidhet me notën. Sot nuk mësohet për aftësimin që fëmija të jeti aftë, po sot të mësoj të marri notën dhe të gëzoj dhe prindrit që po merë notën. Ndërkohë që në vëndet e zhvilluara nordike, deri në klasën e 5, deri në klasën e 5, ta mbaroj dhe pastaj, thoni mendimet tuaja, unë i kam tashmë të prekura dhe më dhëmbin këto që them. Deri në klasën e 5, në vëndet nordike dhe në vëndet e zhvilluar, është hequr nota pikërisht për këtë gjë. Sepse problemi më i madh është që sot fëmijët krahasohen me tjetrin dhe jo me veten. Sot fëmijët nuk kërkojnë atë që është e treta, që unë e quaj të parën, empatin. Ti sot nuk ke punë në grup, po ti ke sot punë individuale dhe e katërta që po vret sot shoqërinë është ekselenti. Çdo me thënë ekselent. Çdo me thënë. Çdo me thënë ekselenti. Sa aftësi ka ajo mësuesja ta dalloj ekselentin. Një njeri që në garën e tij gjithë ekselentët që kam njohur në dhëntime janë pas suksesshëm jetë. Kush është ekselenti? Po nuk është puna se të gjithë ekselent. I kam thënë vajzës time, të keqe mami, bëhet zonja jetës. Absolutisht. Se indirekt ti persona të që mëson për te. Lëreni ta një dirë të përgjigje qikë se është ekselente për vete. Medalje Arier ku dion. Jo dhe unë bëni të ndeme keq. Jo, nuk më kuptuat. Nuk ka të bëj. Jo, ajo do të thotë që fëmijët janë ekselent në fusha të ndryshme. Dhe ti i trajton fëmijët. Se merr ekselencën falso, të nxjerr jeta siç je origjinal, siç i kanë nxjerr të gjithë. Po. Ti promovon vlerën e çdo individi. Po s'kemi koneve ti sheshojmë të gjitha në jetë. Ti nuk arrin dot ta promovosh. Pra, në qoftë se një fëmijë duhet të ketë ka nota nga 0 deri në 10, do të thotë që sot duhet vi koha siç është në botë, të tregohet jo vlera e një mekanizmi që quhet not, po vlera e dijes që ti ke. Ju i mbani mend në testet ndërkombëtare ti nuk ke not, po ti ke sa je i aftë dhe sa di, 60%, 80%, 20%. Dhe ç'bëjmë pastaj? I gjithë ky sistemi i penalizojnë kur vinë në universitet, se në ciklet të caktuara të jetës, ai nuk është i vëmendshëm. Ca e kanë zhvillimin e tyre në fillim, ca nuk e kanë. Nëse ti nuk e ke, ti nuk futesh dot në sistem, sepse ty të është vendosur. Nora, kjo çështja e notës e ka vrarë arsimin real. Absolutisht po. Dhe dosjet e të mërshme që duhet të mbushin pedagogët dhe mbushja e futu atje si futu në për kompjutera, hidh nota, hidh gjëra,
kanë vrarë mësimin, të bërën mësim, të mësuar në mësimin. Kryefjala e fëmijëve vetëm nota është burokracia që i ngarkohet mësuesve, se s'është vetëm nota, është komplet burokracia. Se unë kam ardhur të them një gjë. Po, thue. Do me thënë, Thue. Në çfarë klase është vajza? Vajza ime është klasë 7, djali në klasë 2. Bravo. Në klasën e 5, se unë e krahasoj me soj, nuk kemi shkuar sa ka filluar shkolla, para se të fillojmë do merrim librat. Dhe fjala e vajzës ishte: "Nëna, si vjetë shumë e rëndësishëm se Vanafi." Unë thash, wow, erdhi Lugati. Është bërë Vanafi si Balozi, o vlla. Dhe nuk e kuptoj. Vanafi si Balozi, po beso, është e vërtet kjo ka drejt. Prindër, mësues, nxënës, është një mekanizëm matës që e ka vënë ministria në kuadër të kornizës europiane për të kuptuar derisa din fëmijët dhe derisa mësuesit mbyllin atë ciklin, sepse deri në klasë të 5 duhet kesh një mësues, jo 10, për arsye se kështu është ndërtuar kurrikula. Dhe në fund, që është klasa e 5-ja, i merë gjithë informacionin, e rimerë dhe një herë si lopët ripërtypse, që nuk kanë element, nuk është frika e notës, nuk duhet kemi frikë dhe t'i bëjmë fëmijët që nga emocioni, a i dhe kur e di, a i bën nga a i se thot do dhe nuk merë do të maksimumin e gjithë. Qa do thoshe ti që ka marrë të them një gjë? unë ka marrë të them asë një nga të tëra këto që po flasim neve, nuk merë vlerë nëse nuk komunikohet. Nuk ka komunikim në mënyrën e dur, midis mësuesit dhe fëmijës. Gjithçka të tëra këto që po diskutojmë, po me politika, po me metodologji, po me sa mëson, po me gjitha, nëse nuk vendoset komunikimi i duhur midis fëmijës edhe mësuesit, nuk ka shanse të shkoj asnjë pikë nga këto tek fëmia. Me letë të lutem. Është shumë e rëndësishme kjo pjesa e fëmijës. Tashi po të bësh një debat, unë publikova një shkrim jo më largë se sa dje, dhe po të shikosh komentet, aty ka 50% janë prindër që shajnë mësusët, 50% janë mësusë që shajnë prindrit. Pra, mësusët, se prindri duhet të merret me fëmijën, ta mësojë të të. Haron mësusë që është dhe prindër. Ndërkohë, prindi, që bënë shkolla, s'poson asgjë, vetëm bëjnë këtë, vetëm bëjnë atë. Pra, këtu mbetet pa fajtor. Fëmija shkon në shtëpi i thonë duhet të mësojnë në shkollë, shkon në shkollë i thonë duhet të mësojnë në shtëpi. Prandaj futet shteti si regulator. Shteti është si regulator. Duhet të jetë pra, s'është pra, tani si jemi, po nuk është pra, se kjo është ngjarja që po ndodh. Se ky rasti nuk është i pari. Pikërisht pra, po kthehet në tipizim. Dhe unë kuptoj ti, Erion. Dhe këtu është problem. Dhe unë kuptoj që as mësuesi nuk e di deri ku e ka limitin, se ne duhet të dimë se ku e ke pozicionin ti zotëri, dhe as prindi dhe familja nuk e din, sepse këto janë role. Mësuesi bën një rol, ka ca detyra, ka ca përgjegjësi. Prindri luan një rol, ka ca detyra, ka ca përgjegjësi. Dhe unë kuptoj që në shoqërinë shqiptare, asnjë nga të dyja palët nuk e ka të qartë se ku e ka deri ku e ka hapin. Pretendohet jam prindi dytë, thot ai, edhe ta rras një, jo nuk je prindi dytë. Prind ka vetëm një, ti je mësues. Po, as prindi parë, s'duhet ta dënojë. Po, ke të drejtë, se nuk i ke parti ata, nuk i ke parti kur te që zvarr. Nuk i ke parti ata, kur... E kupton? Këtu ka humbur thelbi, zëmra, as prindi, as mësuesi, as fëmia, as perëndia, as gjë fare, po ta them unë. Dhe një gjë tjetër, ka ndryshuar brezi. Po, ka ndryshuar brezi. Është bërë më delikat se çka. Po, është bërë lulja mos më prek. Për informacionit, po ju më rekshuar. Ja bërë lulja mos më prek. E kupton, ke të drejta. S'ka të drejta njeri të bërtas. S'ka të drejt njeri të shkullveshin. Po s'ka. Po fëmija kur ja shkullveshin mësusit. Asnjë nuk. Si s'ja shkull? Ku të më tregonti? Si s'ja shkull? Nga e ka mësuar dhunën ai fëmia, se fëmia është pa dhunën nga komshit. Nga lagja, dhe katë parë, nga video, nga jeta shef. Del atje shikon mu për para videos njerëz duke zënë me grushta, aty e mëson. Dhe e mëson dhe nga ata që thonë këtë fjali, ma dëgjoni me vëmendje. Të ishte fëmia im, unë do ta kisha vrarë. E keni thënë ju apo se keni thënë? Ju që më shikoni, ju e keni thënë këtë gjë. Pra ju s'keni ndonjë ndryshim nga mësuesja. Përkundrazi, nëse duhet fut njeri në burg, është ky që thot këtë gjë. Jo, ideja është të gjithë duhet jo ta me të vrarë, po nuk duhet të reagojnë vetëm për fëmijën e tyre, duhet të reagojnë për fëmijën e të gjithëve, që kultura të bëhet e përbashkët. Unë do të them vetëm diçka në lidhje me të treja shtyllat që unë mendoj se janë të rëndësishme. Jemi ulur në për trekëndça këtu. Trekëndçi është shumë i rëndësishëm. Prindi, fëmia dhe mësuesi.
Okej? Shoqëria është pak më e gjerë. Ne në të gjitha programet që punojmë në shkolla, punojmë me të treja këto kategori. Tek mësuesi është shumë e rëndësishme që mësuesit mos trajtohet si një robot i cili bën kurrikulën, futet në klasë, vën nota dhe del nga klasa, por edhe mësuesit mbështetet e parë në mënyrën e dur, financiarisht dhe ekonomikisht, sepse ne i kemi shumë të nëmpaguar mësuesit. E dyta, duke u kujdesur edhe për shëndetin mendor të mësuesve. Nuk është një punë e lehtë ti je mësues. Nuk është një punë e lehtë ti je mësues. Kjo është jotja Mondi. Kjo është jotja. Po ta theksosh këtë. Vetëm ma lini pak ta mbaroj. Ma lini pak ta mbaroj. Po kur thu, 20. Duke u kujdesur për shëndetin mendor të mësuesve, duke u kujdesur për mirëqenien e mësuesve dhe që të jenë edhe ata në një ambient i cili nuk është një ambient që mund t'i nxjerrë për jashtë, i pushojnë nga puna, i trajtojnë, i bëjnë duar trokasin e tjerë me drejtues të cilët nuk merren vesh se si vinë nëpër shkolla, të cilët më shumë vendosen politikisht se sa janë drejtues të mirëfillt. Nga ana tjetër, mësuesi duhet ta ketë komplet karrierën e vet të siguruar edhe të garantuar në mënyrën e dur që edhe ai të jetë i qetë, edhe të ketë gjitha materialet, mos studiojnë nxënësit edhe mësuesit nëpër shkolla të cilat pikojnë akoma, sepse ne nuk jemi vetëm Tiranë, po ka shkolla që shkojmë i rindërtojmë nëpër fshatra, të cilat janë akoma fëmijët thaj nga të ftohtit aty dhe bashkë me mësuesit. E para kjo, pra janë dhe kushtet edhe mënyra si duhet trajtuar mësuesit. Fëmijët duhet të jenë qendra jo vetëm e shkollës, e shoqërisë. Nuk ka një shoqëri të shëndetshme pa fëmijë të shëndetshëm. Në qoftë se ne e humbim fokusin dhe i kthejmë syt nga gjërat të tjera që na duken më interesante apo të rëndësishme, kemi dështuar si shoqëri. Një shoqëri që dhunon fëmijët, një shoqëri që nuk i respekton fëmijët si individet më të rëndësishëm që ne kemi, është një shoqëri e destinuar të dështojë bashkë me shkollën dhe me gjithë sistemet e tjera. Nga ana tjetër, prindi është shumë e rëndësishme që prindi të edukohet dhe të trajnohet në mënyrën e dur se cili është dhe roli i tij për fëmijët. Ne prindrit i lëm vetëm. Nuk ka asnjë mbështetje për prindrit shqiptar sot, të cilët edhe të edukohen se si të edukojnë, nuk e kemi diskutuar kurrë as këtë pjesë. Dhe nga ana tjetër, edhe një mbështetje që ai prindri të mos ketë nevojë të punojë nga 12 orë në ditë, edhe të mos e shohë dot fëmijën e vet me sy, por të ketë një sistem mbështetës edhe për prindërimin, që ne nuk e diskutojmë fare, se ne diskutojmë vetëm një nga këndet e këtij trekëndshi dhe pastaj themi pse shkon, po shkon pra gabim, sepse të treja këto gjëra duhet të shkojnë me mbështetje dhe aty ku ne dalim pasaj që shkojmë të shoqëria dhe shkojmë të sistemi. Sistemi është i gjithi, ai që duhet krijojë mbështetje për të treja këto kategori që janë shumë të rëndësishme. Të gjithë vetëm një fjali kam. Të gjithë përpiqen maksimalisht, por diku të gjitha këto përpjekje shumë zënë me zero. Më beso, mësuesët përpiqen, drejtuesit përpiqen, ata që janë çik më lart kanë më shumë nervozitet përpiqen, ministrët për të gjithë përpiqen. Pse shumë zënë me zero? Ta them unë se ka humbur se s'ka para more arsimi. Arsimi se ka njëri në prioritet. Si u bë kërka një arsimi para? Në 1000 është kastile kjo, Nora, është kastile kjo, e bën kastile politika këtë, një sekond. Nora, të lutem, përgjigje, ke qenë politik. Kemi kaq shumë vite që kërkojmë 5% të buxhetit. Ore, më fal, unë kam shkruar me dorën time në 2014 që sistemi në strategjinë e arsimit para universitar merreni dhe lexojeni, u tha që do ta bëjmë 4%. E kemi të shkruar. Dhe ishte gënjeshtër. E bardha në të zezë, u premtua 5. O e shkruajtëm 4.2%. Strategjia është ta lëm popullin analfabet, sepse e menaxhojmë të paditur, në një arsim cop-cop, në akoma të 2%. Jo, moj zëmër, po ka investim për mësuesin, po nuk e tiske. Duhe investimi është para. Po nuk e bëjnë dot, po falë, roga e mësuesit, sa ka shkuar, edhe këtu e i bëm pik mua bete, sa ka shkuar roga mësuesit. Në 1832-shin, Abraham Lincolni i drejtohej mësuesit të djalit. Dhe i thot. Mësuesi nderuar. Djali im sot po e fillon shkollën, pra shkon në klasë parë. 1832. Pas pak gjithçka do t'jetë për të e re dhe e çuditshme. Prandaj, do të doja ta trajtonit butësisht. Është një aventur që ai do ta marrë me vete në për gjithë kontinentet.
Të tilla aventurë që ndoshta mund ta përfshin në luftra, në tragjedi dhe në fatkeqësi. Ta jetosh të jetë, të duhet besim dhe dashuri dhe kurajo. Gjëra që ti i mëson aty kur fillon të mësosh. Për këtë i dashur mësues, do t'ju lutesha ta merrni të përdore e ti mësonit gjëra që do t'i duhet t'i di. Mësojeni atë, por butësisht nëse mundeni. Mësojeni se për çdo armik ekziston një mik. Ati do t'i duhet të mësoj shumë gjëra në jetë, por nëse ti do t'a mësosh me dashuri, se si ai të përballoj sfidat e jetës, atëherë unë do t'jem shumë falenderues. Për ty ai është një nxënës, për mua është djalim. Po. Bravo, ma fantastike. shkryuaj. Fantastike. Atëre, mondi ka psikologu dhe mësusi. Për ty është një nxënës, për mua është djali im, ndërkohë mësusi ka 40 nxënës. Sa paguhet mësusit? Për atë po them, psikologu i Sa parë. paguhet mësusi dhe këtu i Psikologu bëm i parë i pikën. sistemit arsimor për mua është pagesa. Në kohën e zogut, një mësues merrte 7 Napoleona Flori. Po, sot? Me një Napoleon Flori bliheshte një pend qe. Sot? Pra me 7 Napoleona Flori bliheshin si bi 7 pend qe. Një pend qe bën 2 milion lek. Pra parimisht një mësues i kohës zogut. Pas ka qenë miliarder. Po patjetër. Ashtu se duhet jetë. Si thot në Japoni. Në Japoni. Si që e ka në Japoni me rogën e perandorit. Ai thot merë roga sot se s'po e kuptojnë akoma sa është roga sot. Rogën e perandorit. Në Japoni. Merë statusin e ministrit dhe trajtohet si një nga figurat më të rëndësishme, ka status, absolutisht të rëndësishme. Prandaj sot roga ka shku, është rritur. Mamaja ikën nga puna, merë dhe me fëminja. 700 deri në 900, tani është rritur dhe është menduar që të vendoset një indeks i ri, po se sa do rritet? 1.000 euro, 1.000 ca, 1.200. Atëre, vetë e fundit fare dhe mbaruam, pse ka psikolog për nxënësit dhe nuk ka psikolog për mësuesit. Sepse tani atëherë keni parasysh në të gjitha profesionet. Ka më shumë gjasa mësuesi. Në të gjitha profesionet që ketë bësh për njeriu, që këto në përgjithësi janë profesionet rregulluara me ligj, kemi një standard caktuar që është vendosur dhe në Shqipëri, që quhet edukimi në vazhdim. Pra në një farë mënyre psikologu zëvendësohet pikërisht me këto kurset një pas njëshme, të her pas hershme, me profesorat mbi nivelin e rastit për shembull të shkollës 9-vjeçare, shkollës mesme. Psikologun vetvete, ne nuk e kemi në psikologu për mësuesin. Jo, nuk e kemi. Se nuk mund të dalë një mësues pension 65 vjeç. Jo, shumë është. Është shumë. Se nuk i nxirrte kot 50 vjeçaj. Po, i nxirrte 50 vjeç, 25 vite punë. Njeriu ka rrojitur robot. Ka qenë po patjetër. Është gjuna. Nuk pranohesh për dëshmitar nëse ke punuar 10 vjet në arsim. Ky është problemi. Ky ka qenë rregull. Është ezaurim total, është zerrim. Është merr. Po duhet futur kjo. Prandaj duhet psikolog. Prandaj duhet konsideru edhe mosha e pensionit, edhe vitet e detyrueshme. Edhe është edhe krizë për të gjetur. Po se si paguan, paguajë shkojmë të bëjmë është një nuk është çështje lekësh. Sinqerisht nuk është çështje. Jo, unë për mua dhënë që ti pagesë. E ka thënë Donald Trump, më paguaj si dua unë, ta të punoj si do ti. Materialisht po e varos në fakt marrëdhënien e Të si aspektin moral që e kisha në tematikë për ta diskutuar. Po duhet të tani Mondi Ornella ka kërkuar që çdo i ftuar e ka kërkuar në mënyrë sikur e ka kërkuar drejtori. Po jo, drejtori. Jo, ti je noteri. Jo, disi e thotë sikur e ka kërkuar drejtori ose të kompanisë. Ornella ka kërkuar jo. Ne kemi diskutuar dhe mendojmë që meqense tema e zaurohet në kaq minuta, po ju ka ngelur diçka, një temë tjetër që ju ka ngelur peng dhe doni ta thoni si mesazh goditës për ata që na ndjekën dhe në YouTube, kjo është momenti. Edhe për luftën e Irak, për çfarë doni momenti. Një moment tjetër. Unë kam mbetën shumë gjëra pa thënë dhe për këtë temë. Atëherë thuaj fjalin siç e do ti, hë. Po, ajo fjalia që shumë shkurt, 30 sekonda. Ju lutem të tërë ata që na ndjekin tani, mos ta kafshojnë gjuhën për të thënë të vërtetën. Është shumë e rëndësishme që ne të njohim të vërtetën e gjithë secilit. Është shumë e rëndësishme. Do të një fenomen në shoqërinë shqiptare erion, shumica nuk flasin.
Nuk flasin sepse ruajnë pozitat e tyre, ruajnë veten e tyre, ruajnë fëmijët. Nuk flet ai, dhe aty bëhet si një kënet e ndënjur. Ju lutem, ndodhi një problem, të flasim, të diskutojmë, të gjejmë mënyrën si mund të zgjidhet, se ne diskutuam jo për rroga, jo për komunikimi, por nuk tham se si mund të bëhet një sistem arsimor më i mirë. Folëm për terma shumë të gjëra, ata që janë tek divani të shtëpia që po të ndjekin, ata kur fleti për sisteme dhe për pagesa dhe thonë unë kam djalin atje, mua më kërkon zysha të bëj një projekt me kaq lek, unë para nuk kam t'ja bëj, se ky thot prindi nuk i gjendet. Unë çfarë të bëj, se o ka u kushtet e mia, më kupton? Mesazhi që ka lidhje ose s'ka lidhje fare me temën. Mesazhi shumë i thjeshtë, për sa kohë jemi qenie humane, komunikimi vjen i pari. Dhe shembulli mbi fjalën. Po. Nora, ka lidhje me temën, pa temën? Jo, dua të dalë mbi temën, dua të dalë në të përgjithshmen. Jetojmë në një shoqëri që ka psikovampir dhe njerëz pozitiv. Shpeshherë jemi shumë të ndikuar nga psikovampirët, që na marrin energjinë, që nuk na kuptojnë, edhe që një pasuri shumë të madhe që quhet gjua, e cila kocka nuk ka, po kocka thyen, e keq përdorin. Ndaj miq të dashur, nëpërmjet rrjeteve sociale, nëpërmjet analizave dhe intervistave, para se të thoni fjalën e rëndë, hyni ke lëkura tjetrit. Sepse askush në këtë jetë nuk ka ardhur për të bërë pis, po gjithkush mund të bëhet pis nëse eksperiencat e jetës së tij nuk do të arrijë që të mbledhi energjinë pozitive dhe të mos vjet përpall nga energjia negative. Bravo, Nora. Eda? Një mesazh për çfarë duash ti, për gradën politik, për jo, ajo s'do bëjmë për korrupsionin, për çfarë ke shef, për motivimin, për çfarë ke shef ti? Për fëmijët zemër, për fitoren e jetës, për dhimbjen, për çfarë ke shef ti? Është një shprehje shumë e bukur e cila thot që një padrejtësi diku është një padrejtësi gjithkund. Ne kemi një shprehje në Shqipëri që e themi shpesh, unë jap jetën për fëmijën tim, unë vdes për fëmijën tim. Dhe unë do të thoja, po sikur ta ndryshojmë pak edhe të jetojmë për fëmijët tanë, të jetojmë që fëmijëve tanë t'ju japim një shoqëri më të mirë, të jetojmë që fëmijët tanë të jenë në qendër të vëmendjes tonë, qendër të shoqërisë tonë, të jetojmë që ata të kenë më shumë parë që kur të lozën, të jetojmë që ata të kenë shëndetësi më të mirë, arsim më të mirë, të reagojmë jo vetëm për fëmijët tanë, po të reagojmë për të gjithë fëmijët kudo që janë, sepse aty ku ka fëmijë ka shpresë, aty ku ka fëmijë ka të ardhme, dhe shoqëria është një vend më i mirë, pikërisht sepse ne kemi fëmijët tanë që na e bëjnë një vend më të mirë. Po, i falenderojmë të ftuarit dhe me njerë kalojmë në publicitet, se iku koha, po pret grupi tjetër. Jemi në ndeshje.